Me rastin e 5 vjetorit të vdekjes së artistit e arkitektit të njohur Max Velo, në shtëpi studio Kadare ditën e sotme u çel ekspozita përkujtimore e titulluar Max Velo dëshmon diktaturën. Për herë të parë, kjo ekspozitë bën publike në formë origjinale dosjen hetimore të artistit dhe arkitektit të njohur. Një dokument i rëndësishëm që dëshmon përndjekjen politike dhe represionin që ai pësoi gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Kjo ekspozitë pasqyron dukshëm vuajtjen dhe qëndresën e artistit përmes dokumenteve origjinale, fletëve të dosjes së hetimit, skicave të bëra në burg, të shkrimeve dhe objekteve të tij personale. Sepse Maxi ka hapur disa betejë, munduan që t'i futeshin ke morale. Dhe Maxi mund t'ja merri, erdhi një moshë, Maxi mund të kujtonte rininë e kështu, po nuk kishte më çfarë kujtonte. Lutesh çfarë mund bëhet dot në gjë. Morën vitë, morën edhe jetën. Max Velo u burgos në vitin 1978 me akuzën e propagandës kundër pushtetit dhe vuajti dënimin në kampet e internimit dhe burgjet politike të regjimit. Pavarësisht shtypjes dhe dhunës, ai vazhdoi të krijonte duke lënë pasi trashëgimit të vyer dhe të pasur. Ekspozita Max Velo dëshmon diktaturën mbetet një thirrje e fortë për të mos haruar të kaluarën dhe për të mbrojtur lirinë e mendimit në çdo kohë.